Ushtria gjermane ka dislokuar në Lituani brigadën e re të tankeve 45. Kancelari Friedrich Merz do të marrë pjesë në ceremoninë e apelit në Vilna. Një nismë ambicioze e Bundeswehrit, ushtrisë gjermane, po merr formë. Dislokimi rreth 5000 ushtarëve dhe ushtarëve gjerman në Lituani. Më 1 prill në kryeqytetin Vilna u vu zyrtarisht në shërbim brigada e re e tankeve 45. Kjo brigadë përbën thelbin e njësisë luftarake me të cilën Gjermania, me kërkesë të Lituanisë, do të sigurojë krahun lindor të NATO-s, një reagim ndaj luftës sulmuese ruse kundër Ukrainës. Ushtria gjermane deri më sot përbëhej nga 8 brigada, por tani i shtua edhe e 9-ta e vendosur në Lituani. Kjo brigadë do të qëndrojë për herë atje, një risi në historinë e Bundeswehrit. Sistema e re e brigadës së tankeve 45, që do të mbajnë në uniformat e tyre ushtarët dhe ushtarët gjerman, përmban në shenjë të lidhjes mes dy vendeve dhe simbolin e Vilnës, kullën Gedimina. Gjermania do të jetë gatshme të mbrojë çdo centimetër katror të territorit të NATO-s, theksoi ministri i mbrojtjes socialdemokrati Boris Pistorius në fjalimin e tij të parë në Bundestag pas ndryshimit të qeverisë. Vendosja e brigadës gjermane në Lituani është një sinjal i fuqishëm ndaj partnerëve tanë dhe një sinjal i qartë ndaj secilit kundërshtar të mundshëm. Lituania me 3 milion banor ndodhet midis sklavës ruse të Kaliningradit dhe aleates ruse Bielorusisë, me të cilën ndan një kufi prej 680 kilometrash. Ndërkohë Lituania po punon për formimin e një trupe tankesh të aftë për veprim, për cilën ka porositur 44 tanke moderne luftarake të tipit Leopard 2A8 të prodhimit gjerman. Të njëjtin tip tanku do të përdoret dhe Bundeswehri në Lituani, gjë që do ta lehtësojë bashkëpunimin e dy ushtrive. Që nga vera 2023, ministri Pistorius po çon përpara formësimin e brigadës. Deri tani në bazën e dislokimit janë shtabi i brigadës, si edhe njësitë e para të ndihmës. Deri në fund të vitit do të jetë vendosur gjithsej 500 ushtar gjerman. Ndërkohë vazhdon puna për ndërtimin e infrastrukturës. Në sheshin e stërvitjes së trupës Rudninkaj, baza qendrore e brigadës, po ndërtohen kazerma të rrugë të reja dhe po zgjatet një segment hekurudhor. Kjo zonë ndodhet në juglindje të Lituanisë, rreth 30 km nga kufiri me Bielorusin. Në qytetet Vilna dhe Kaunas po krijohen shkolla e kopshte për familjet e ushtarakëve nga Gjermania. Dislokimi i brigadës në tërësi do të përfundojë deri në fund të vitit 2027 e kjo për të dyja vendet është jo vetëm një sfidë logjistike, por edhe financiare. Lituania e ka rritur buxhetin e saj për mbrojtjen. Edhe qeveria e re e Gjermanisë nën kancelarin Christian Demokrat Friedrich Merz nuk do të kursejë në shpenzimet për mbrojtjen. Shtrohet pyetja për personelin që faktikisht i mungon Bundeswehrit. Kërkimi gjithsej 4800 ushtarëve si edhe i 200 punësuarve civil që vullnetarisht transferohen për disa vite në Lituani mund të jetë një sipërmarrje e vështirë. Ministri i mbrojtjes për këtë ka bërë parapërgatitje për ta bërë sa më tërheqës shërbimin në krahun lindor të NATO-s dhe për Bundeswehrin në përgjithësi. Ai u angazhua për një ligj që u miratua në fillim të vitit në Bundestag. I është quajtur i neni ligjor pikëthes, parashikon suplement të lartë rroga dhe kushte më të mira për angazhimet në shërbimet në vend dhe jashtë vendit. Bundeswehri është në Lituani që nga viti 2017. Gjermania ka pasur atje drejtimin e njësisë shumëkombëshe Battle Group të NATO-s, e cila që nga prilli u vu në drejtimin e brigadës së re të tankeve. Baza ligjore për dislokimin e përhershëm të brigadës është një marrëveshje qeveritare që nënshkruan Gjermania dhe Lituania në shtator 2024. Në këtë mënyrë duhet që të krijohen kushtet më të mira të mundshme për ushtarët dhe familjet e tyre, sikurse thekson pala lituaneze. Kjo përfshin të drejtën e Bundeswehrit për të përdorur pa qira objektet lituaneze, sipas nevojave të veta të depozitojë atje armë dhe municion, si edhe të operojë me zyrat postare në terren. Siç thekson Deutsche Welle në artikullin e saj, lejohet pashtu të hapen kopshte dhe shkolla në gjuhën gjermane sipas planeve mosimore gjermane që njihen në Lituani.